Albin Kurti mandatohet për formimin e qeverisë së re të Kosovës në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sot është saktuar kryeministri Albin Kurti si mandatar për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Vendimi shënon një hap të rëndësishëm në procesin institucional të krijimit të ekzekutivit të ri, pas zhvillimeve të fundit politike në vend. Me këtë mandat, Kurti do të nisë konsultimet dhe negociatat për përbërjen e kabinetit qeveritar, me qëllim sigurimin e shumicës së nevojshme në kuvend për votimin e qeverisë. Në deklaratën zyrtare theksohet se mandati është dhënë në përputhje të plot me dispozitat kushtetuese, duke respektuar procedurat ligjore dhe rendin demokratik të vendit. Po ashtu, i është uruar suksese në udhëheqjen e qeverisë së re dhe punë të mbarë në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Formimi i qeverisë së re pritet të shoqërohet me diskutime mbi prioritetet programore, përfshirë zhvillimin ekonomik, forcimin e sundimit të ligjit, integrimet euroatlantike dhe mirëqenien sociale. Vëmendja e opinionit publik tashmë është e fokusuar te përbërja e kabinetit dhe hapat e parë që do të ndërmerren pas votimit në kuvend. Procesi i konstituimit të plot të institucioneve pritet të përmbyllet në ditët në vijim, ndërsa qytetarët presin që ekzekutivi i ri të adresojë sfidat aktuale dhe të avancojë agjendën shtetërore. Ju prit mbara, thuhet në mesazhin përmbyllës, duke shprehur mbështetje për rrugëtimin e ri institucional.